Vendosni këtë natë që të vërtet jeni të interesuar të rregulloni raportet me Allahun Azza wa Jall. A ka do një femër që është kandidate sot me adhon besatimit Allahun Azza wa Jall, që më fortifiku trupin e saj nga zjarmi i xhenemit dhe mu largu nga mallkimi Allahut Azza wa Jall. Le ta vendose sonte që të mbulohet për Allah, nga se pejgamberi Allahut ka qajtën një natë asgju i friksuar dhe ka thonë zgjoni gratë, se kanë zbrit sprova nga qelit të mëdha, sa gëru e veshur me mirësit Allahun këtë dunja, e gjveshur në ditën e gjikimit, për ka falënderimi, mosin dhe gjotë të qërë, për çkak se ka mundësi që ti vitin e arshëm mos të jesh në shtëpinë Allahut apo në sipërfaqen e tokës. A e din motër e nderuar se ti nëse vendos mbulesën edhe pa mbulesë ku të rrish në shtëpinë tonë para prindve tu, para burrit tanë, para fëmijëve tu, je në ibadet. Ndërsa nëse je e zbuluar edhe ku të rrish para burrit tanë dhe të afërmeve tu, je mëkatare. Të vetmit për të cilat ka thonë pejgamberi Allahut, mallkoni se janë të mallkuara, që shka mundësi trupi jotë, gjenjet e tua të përballojnë mallkimin e pejgamberit Allahut. A je e gatshme që ja ish besatimin Allahut Azza wa Jall se ne nuk mojmë të përballojmë atë që ka thonë pejgamberi Allahut për këtë arsye? Ne kemi model Fatimën bijën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Esman bijën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe ne kemi model Aishën dhe Khadijën, kemi dëshirë me to me qenë xhennetin Allahut. Allahu Azza wa Jall ja mundsof që ta mbuloni trupin tuaj, ka se pejgamberi Allahut ka thonën, më larg xhennetit Allahut janë të zbuluarat, nga se nuk kanë për të nuhat as erën e xhennetit. Jo valla, ne doj inshallah, jo vetëm me nuhat erën e xhennetit, po me qenë mesin e xhennetit, siç ka qenë Khadija kur Gjibrili alayhi salatu wassalam ja qoj një selam prej anës Allahut Azza wa Jall dhe i tha ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Khadija është duke arë me dipjata, bani selam prej Allahut dhe përgëzoje me një pallat në xhennet që është e kristalizuar dhe nuk ka lodhje raskapitje, mërzia dhe në vlerësime në ta. Për çka kësa është nërvlesu boll këtë dunjo, a lodhë raskapit boll. Vendosni inshallah sonte besatimin Allahut Azza wa Jall, se trupin dhe bukurin Allahut që ta ka dhonën, inshallah dhe ta mbulojmë për Allahun Azza wa Jall. Ne këtë vend s'kemi arë për bujt me apo qetë, ne këtë vend kemi arë me kënaqë Zotin tonë.